Po rikthehemi në Get Up Stand Up edhe njerë mirëmëngjesi popull I hershëm. Po shpresoj se jeni mirë, keni flajt edhe keni pushu. Tham shoqër, sot është koha e mirë. Koha e mirë është kur freskët verës, a? Kështu para se me prezentu misafirin, nuk është prej Hasi, po me neve mund të jetë Vajlën Can Hasi. Zilja bën ring ding ding, po këtë djali punon me marketing. Alla ilu që shje ka përshkan, pse ki emrin Valen? Po jam ai Valoni se e di që e kom thirr për një bicikl Mitrovica. Valen Can Hasi me mu në studio. Valen mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Nuk ke bash mëngjesi I mirë këtu në Prishtinë kur vjen shi bllokohet keq, po Jo, po thom këtë aspektin që janë kohën të gjë. po. Do me thonë, kur është nxet, s'po durohet. Kur bjen shi, do me thonë është mirë. Që I bjen dimrit, kur është toftë, del dilli o mirë. Po, e vërtet. E kena një dënat zhapina, në kështu. Valen, arsyeja pse kom pas shef me pas një vazhbisedim me ty, ka të bëj shumë me marketingun edhe me inteligjencën artificialin, çdo fusha ku edhe ti je shumë I specializum. Jo pa hire fillova në qatë mënyrë. Emisionin, po pësoj të di që I ke kuptu sarkazmin e ironinë e kam kuptu edhe krejt. Du me fol pak për marketingun edhe për evoluimin e marketingut në Kosovë, kreativitetin. Pse të na si dhez njona e kopjojnë krejt? Për shembull një kohë kjo këngët e vjetra remake. Mi vo. Mi vo. Tash kanë fillu sto akullore, bore. A ka munges kreativiteti, apo është ma let me kap audiencë? Ideja është, po mënej nuk është vishtë na, është gjithka me nëzon trendin, që se ki mujt me I online 48 orët e fundit, ke ki po që trend është ai flamuri zi që e kanë qitë në State Department, në Empire State Building, edhe krejtin të e kopju edhe janë të e bo. Ideja është me kap që të farë trendin algoritmit që shfaq atë lloj përmbajtje. Të na, kështu, atë tash që përmen edhe ti, unë e kom vrejt një keq kuptim me thonë, e përzin marketingin me reklamim, me advertising. Marketingu është diçka pak më e madhe ku I definon shumë sene, e reklamimi është e shpejta që ja tërhik vëmendjen dikujt me një forë, ose një muzikë, ose një klip, ose me një produkt, ose. Të na, për shkak të njerëzve që udhëheqin marketingun, që të na në rastin e Kosovës 90% bizneseve janë biznese familjare, që është një pronar edhe ajo shqiptari din kejt. E gjyshja që punon kuzhinë, një për 13 vjetë kamarjera. Po e vlerësën me numrat cilat I sheh. E numrat që jenë publik që shihen, jenë views, lajkat, komentet, edhe në basë qasaj e konstaton që po dhejzë dhe ka efekt. A realisht, që se je në shitje të e matë me shitje, që se je me bo vedisim qytetarve, e matë sa njës po dim për ty, sa njës kanë një për ty, që shpesh herë I thomën për shembull, që se ti që po di unë shet pizza, unë zakonisht I pyes cila brand I pizzas po të bjen mend sot, se na thash për rësisim, cili brand I pizzas ty të bjen mend. Çajo që të bjen mend ty me një, o çajo brand awareness që ti e din që çaj brand ekziston edhe kur të sheh shkon I lyp edhe e bën. Tash njëti sa ndodhe me atë lugatin, që se mon me në rrugën B që dula e shfryzum qatë trende. Janë 4-5 gjana që e kam për tash. Nuk ka të keqe kështu përse, se në me dikujt mund të mi dhejz, dikujt e se. Po, të na pingutës me bu diçka, e cila u dalë rishtazi, njerëz të harojnë që nuk e din kërkush as çka është ajo, se ka pa. Që ato dashta me thonë se nëse ti reklamon një picë përmes lugatit, masnej e shoh edhe një shtyp shkrojnë, masnej e shoh edhe një market, diçka masnej mos më tërhek me hi me këshyrë se çka ofron. Po çka është, lufta është për vëmendje. Do të ti ki 7 sekonda, 6-7 sekonda më marr vëmendje dikujt, që se ti arrin më ndërprej rutinën dikujt, I cili ka hi me scroll, edhe është që aty e ka vëmendjen, aty e nol qatë gisht, edhe ja merr vëmendjen, edhe e shtin që thonë në cirkullar tani me po, atë bjen kjo shitje se ka njerë përkom përshtypjen që bizneset disa, jo krejt, ma shumë e kanë
tendencën me pas views-a, pra ma shumë kënaqje nëse ti i thu si Valençerë që kjo ti ka pru ty 1 milion views-a se sa shitje. Po çfarë do të thonë, është mungon çaj edukimi i personave përgjegjës për to, për shkak se me marr views është një komponent, ose me thonë hapi i parë. Tani hapi i dytë është me i shti, me ta besu brandin ata, produktin, shërbime, dhe në fund me e kthy në klient, pra çaj është cikli. Për çto shumë e kena vërejt në 3 vjet e fundit, influencerat, atë në kena influencer që i merr 200.000 euro në vjetë, vëden. Për shkak se e ka kryqit komponentën e parë, ju ka shfaq audiencës në mas, edhe me bo me shku me folë me atë biznisin, thët po Allah, mi ka shit 10 klima. Edhe ti thu, po normal se 1 milion views, 10 klima është matematikisht e bume, se zakonisht thuhet që 1% është synimi për me konvertu, 0.5, 0.6 konvertohen në klienta. Kështu që se i kimri 1 milion njerëz, 1 milion 10% që 100.000, 1% që është 10.000, i bjen që 5.000... A pi rrezikon kjo kompanitë e marketingut, nëse e vlerësojnë që ma shumë kanë efekt influencer? Ma shumë ka pas, të na, ma shumë jënë prejkë mediat, pra portalet, emisionet... Ki po që abu bojnë mediat, të një pimar influencera në punë. Po. Pishtin si gazetar. Si gazetar. Ma shumë jënë prejkë që ato, do vonë që ato jënë shku, edhe që se ishe financat, numrat, e shet që shumë fish ma shumë ka marrë kë grupi influencerave dhe Meta, platforma Facebook, Instagrami, se sa që kanë marrë mediat në total. Shaman veç Meta, dikon ke 1 milion euro politikan në 4 vjetë e fundit që kanë bërë reklama në Facebook dhe Instagram, ndërsa 8.1 milion është mesatarja vjetore që Meta me... Masë e përmenet e politikan, pse nuk po pret mirë që kjo reklamimi i politikanëve në TikTok nga popullata, ka pas kritikat të mdhaja kështu edhe për njerëzve dhe të irritojshëm. Po s'mun është bë, ati qysh, për shembull në Gjakov thojna me lidh tallat me filxhana, dhe kur ti palejsh në atë ndallap në nuk mund është ti si një kandidat s'pja përmene janë i cili ka qenë ministri i punëve të jashtme, zanës kryeministër, ministër i arsimit, e me shku me bo, po, me shku me bo TikToka ten, apo den, se nuk lidhë qaja, dhe nuk mund është me depërtu ti me qësi lloj përmbajtje të audienca cila ka komplet shprehi ndryshme, mënyrë ndryshme të konsumimit përmbajtjes edhe tjetër koncept. Po mënoj që ideja u konë ma shumë për gjeneratën Gen Z, po mënoj se për mes TikTokut e në rrjeteve sociale mujnë me përfitu prej gjeneratës Gen Z, të cilët janë shumë... Si di që ki regula, mujna me folë anglisht a ju? Vesh më shoj, se ka përmoj janë atranën. Ideja është kështë, do në gjeneratë e reja, mendësin e ka what's in it for me. Pra, qëka fitoju në qëto? A ki po, dhe keni kolegë të garanti Gen Z, qëka më bu që së punë e jam, që fitoju në? Kur gjë. Me mujti mi amor kohën, konsumimin që asoj përmbajtjes, edhe e ke vrejt edhe në për komente dhe thot, këthemi 10 sekundë atjetës tem, se më shtine me këshu diçka falidhje. Pra, për me përshtat përmbajtjen, edhe për me marrë vëmendjen e qati targetit, e që realisht e na Gen Z-a edhe gjenerata dhe më e re se Gen Z-a i përbën dikon 60% audiencës online që rinë, ti duhesh me përshtat me trendet. E çfarë sfidë edhe për juve si hallakate, si e marketingut, pasi që këtë Gen Z-a me gjeneratën tonë millennials edhe gjeneratat e vjetra në mendësi është një diferencë shumë e madhe perceptimit të marketingut. Unë nis prej jo është marketingut, foreve. Unë i lexoj këtë komentet te Mirani, te Cool and Fresh magazine, mu më interesën me ditë çka është për ta interesant. Atë se me do fore mu s'm kishte të heq, atë më do këtë shumë palidhje, atë nëse leci cima qumilja, vëden. Po, të update-un. Po tash, kur e shet çka ai konsideron, ose çka e konsideron flex, shaun e shoh dhe pidjali tema, dhe kur shkum në Sunny Hill, e fotografej ke atë farë dorës, veç ta që të kjo ishë fotografu më rëskene në gjoj këngëtori, ja, që kjo flex, kështë që ideja është që dush me kuptu se qka e përmbush qatë audiencën edhe pse i vynë.
Edhe është kjo pjesë atjerve, që i thomë në Tuxharski, do në qëtë çmimin aty, që kash... Zbritje, likuide malë. Po, tanë, futja, edhe... E që është e mundin me veç kompanisë shqiptare punojnë me humbje, edhe me zbritje? Ja, se që punojnë me humbje. Ja, dhe pëse ve thonë, se keti kinë zbritje, ku do të shkon qa dush? Po, nuk është të rregulluar me ligj, vende tjera është të rregulluar me ligj, për shkak se këshir Kroacin jo larg prej këto, është data, periudha kohore ku brendet guxojnë me bu zbritje, para festave të vitit, festave të caktuara. Nuk mundesh ti gjatë kohës me bu zbritje. Unë pa ta qenë në Facebook në det, a ka ndonjë vend ku më ble pas zbritje, se po du me kallzu që bu parë, vëllai, po du zbritje. Bëj ajgore. Po, ideja është që ashtu është qëra, është shumë lirë me reklamu në Kosovë, do me 1 euro i mrin 1.000 njerëz. Edhe ai e qatë 100 euro ditën i mrin 100.000 njerëz. Në 100.000 njerëz normal që jemi gjetë dikën që blen X produktin, X shërbim ose që ka nevojë për çato. E shkurton. Edhe njëra për arsye pse besoj që influencerat ka dhëz edhe përdoren tepër shumë Kosovë, është se ja ka hek një farë gajle atij pronarit, më ja bu videon, më ja montu, më ja publiku, ke do ky nuk mirët, heq veç ja thon parë te bën e ide ngraj edhe ditën e mirë. Për derisa që se shkon me punu me një agjensia ka me tipo të pyetje, çfarë qëllimi ki, kënë ki target, sa do me shit, sa ki buxhet me investu, edhe tash e kena vrejt edhe na, me AI të i bu fotot videot vetë, po nuk jenë të i kuptu pasojat, se për shembull po cilat janë pasojat bashkëpyetja kjo. Ideja për shembull e pashtë djali jam i vogël 8 vjeçar, e lëpëm keni farë kjeri me shpi nalt, edhe shuam në Google, dëllën, edhe ato kitë me AI. O, mos e klika, tha, se o fake, AI o fake, mos i besoj AI. Aj, po thot, po, të djetë, tash të isha para me na të minu që AI ka me na kry punë, a i si besan. Se a i tash është të konsumu, AI për mbaqe i do këtë falë, i do këtë palidhje, se na, kur kena këshyra se filma vizatimor me bardhëzeta, një kërë na dalë në këto 3D nuk ka do Për me vazhdu në qëtë legjike dhe interneti kur është zbulu atër në të 67 kur ka hinë në treg, krejt televizionit, krejt kanë qenë kunder e njëta, për shëtë që pëndodh edhe me AI, pra prej gjeneratave të ndryshme nuk po përthekohet, por është në rëndësishme më konë në hap me zhvillimet sidomos të teknologjisë. Për këtë arsye të e ke hap edhe shkolla pik AI. Në të rega, po besoj arsyen, po e dim, po nështë atë e spjegon ma mirë edhe cilët qëllime. Une, para 2 vjetëve, kesh në një delegacion me presidentën Vjosa Osmani në Katar, në Web Summit, konferencën më të madhe të Middle East, atje për IT, inovacion, teknologji. Edhe aty në 2-3 treza të diskutu, ata veç kishin fillu me implementu, edhe një varë zëtnije... Në Katar ju të folë, Në Katar, po. Një varë zëtnije... Se të është një farë bindja tjetë që feja dominon e nuk jetë teknologi. Që sot që ashtu? Jo. Që ato për thonë në Katar? Une e kom shqiti një 50 shtete, Katari është në top 3-she. Nishe Amerika, se Amerikan e me është e mirë, Katari është 2-she, definitivisht. Katari ke... Po mënej, nuk mundesh. Edhe unë kom Palestinë, unë kom Jordan, unë kom Izrael, në Katar, Dubai, Abu Dhabi, e kom paq ato dhe është tjetër kategori. Si stash i kam do që përshkojnë Kinë, kur përshkojnë Kinën, ma zhvillume se plët vene tjera. Katari është të investu tepër shumë, ka pas kampionatin botror, edhe ke tepër interesant që aja infrastruktura që këshin ndërtu, po ky zotnia që erdhë për një kompanisë shumë famshme, është PwC, për New Yorkut, ata të regëshin qysh këtë këto raportet e emergjencës në Katar, që mirën kur shkën të në emergjencë, i kishin digitalizu me AI të i ledzu. E pse është sfiduse, është se ato shkruan edhe me kimek, në disa raste, po kryesisht është shkru me arabisht. AI me identifiku karakteret e gjuhës arabe u konë tepër sfid. Edhe ata këshin arrit në 90% me e bo qitë sanë. Edhe tani që aty e pash, qysh po zhvillohet edhe ja bona një pyetje atij zotit, thash më fal, thash që se financat mirën me financa, HR-i mirët me HR, burimet njerëzore, që se IT-a me IT, kush ka mu marrë në kompani me AI, a vëdën se nuk i prej krejt. Edhe të e diskutu që t'ide, e parë që kam e pas nevoj, mi arrit shkallësit aftësit njerëzve, të kanë
mbi 10 vjet provoj me e përdor inteligjencën artificiale për me kry punën e vet më shpejt me vo. Edhe veç si na don pauzë, jam hi e kom le domenin shkolla.ai edhe jam hi tani në tripa qysh me marru që librarin, thësha me shku me... Çka ofron shkolla.ai? Është për krejt gjeneratat? Është koncept i shkollës se masë si shkollë dikush? Jo, unë e kom marrë kështu, e kom nisë me i bo trajnime, kom organizu trajnime, i kom trajnu për 300 veta dhe i tash, po tash e kom pauzu për shkak se shumë shpejt u bon update-at, do në çdo 2 javë na po det diçka e re, edhe po shumë shtime pas, edhe mësimi më i madh që e kom zgjedh. A do të thotë që ata 300 tash do të më mësua pet? Po ideja është me kuptu që nuk është aplikacion, nuk është feature, por është lifestyle i ri, ekonomi e re, edhe bonus se mësove, edhe si sa rillakin lijen e ujit, edhe këta duhesh me krye AI-n, se për ndryshe nuk ki me qenë kompetitiv, veç që se do më bë deputet, ato së dhvynë e AI heq, jo më tash fjalë. Çajo është puna më e sigurt kështu me kthyer rallalla, po ideja është që unë fillova me i trajnu, edhe tash për shembull, ta marr një shembull, se shkon ti e trajnon dikon për Photoshop. Ti kime shku 3 muaj ditë, ja kallëzu çka bën çka, çush e bën këto, edhe outputin fund, çka prodhohet, varet për shlifit shijes tone të cilën te e ki. Që sta jep AI sa. Po, te bën dizajn. Kur vjen te AI në mëson për 15 minuta atë aplikacion, po outputin varet sa ki njohuri, sa den me validu çka ki qit, sa ki ditë ti mi kërku me i bo. Ta kur i marrësh në trajnime, u bëjke salla 20 veta, aty tash 5 veta 30 vjet plus një 4 veta 18 vjet, ase tash mënyra qysh se cili ja shike hajrin ish e ndryshme, sepse ndikoj ke provoja, ndikoj ke kësisene. Tash çka jam të bëu tash, ideja është që me i grumbullu për shembull, që se them me bëni tani me bërë veç gazetarët. Sepse gazetarët e kanë kërkesën, përvojën, nivelin e barabartë. Dhe tani më marr veç financierat, po jo me bë mix, se është e pa mundshme me apo secili hajrin me mësu, sepse krejt është e personalizume. Pra, mënyrën qysh unë e përdor inteligencën artificiale, mënyrën qysh te e përdor dallojna në bazë të njohurive që i kena, qasjes, konceptit, përvojës, edhe në bazë të qëllimit që dojna me arrit. Tash, kur pithamon e njerëzve që inteligencë artificiale ka me zavendësu shumë punë, po ka shumë feedback negativ, se po thojnë jo këqyre Amerikan e këni. Unë pithamon nga, për shkakun për biznesin. Kërkesat e klientave të bizneseve tona e AI përmbush. Pra, me shku me bo një dizajn, një foto, një copy, një video të shkur diçka, për me arrit qëllimit i... Falem kur po mënon dikush ka kry shkollë për çfarë ka harxhu 5 vjet, 10 vjet dhe vjen e marr një kurs. Po çfarë qita në Facebook? Mos kofshan kur të aty ne, që kanë me vendos ka me studiu sot. Po se çfarë një temë që kena me diskutu po. Se çajo është tepër sfiduese. Për shembull, më pyetën mua në LinkedIn shojtën çka po thu me studiu. Tash nga ideja është me pas sa më shumë eksperjenca, sa më shumë njohuri, se çajo ty ta përshpejton qatë qëllimi që dënë të me arrit, se me mësu teknikisht, pra, çdo punë e cila në vete ngërthen QWERTY, që i thonë qëto 4 kit e parë të tastierës, që ajo ka me u zavendësu, ose ka me u optimizu që e inteligencë artificiale me bu ma shpejt dhe ma një. Çfarë këshillë ki valon për njerëz të cilët ende nuk e perceptojnë ki edhe gjeneratës tem, nështë ta materia jo, për gjenerata e ma të vjetër të cilët nuk e përthekojnë. AI nuk ju do këtë diçka shumë alien. A rrezikon ata apo duhet me fillu me përqafu gjithçysh AI-n me stimulu vetën? Qërë, jona për sfida më të mëdha të profileve të njerëzve si jona. Se për shembull tash edhe rrezikohet puna e xharit e kompani. A do për që po kryen këtë punë me Qërë, me thonë kështu hall, po rrezikohet puna e Po, puna e do janë mas po, industria jonë është ma rrezikumja prej krejtve, sepse çaty është edhe ICT-ja, programimi këto, edhe e marketingut, edhe e komunikimit. Pra, çto që janë prek mas shumëte, mas shpejti. Bile, CEO i Nvidias tha mos shkoni me studiu radiologji, me lexu rentgenat, se AI e bën shumë fish më mirë. Ka thonë hiç më zgabon me shku mu në drejtë. Po da. Tash ai slikot. Çfarë do të thonë është që Ika, Miki. Çka thënë fund? Kem të folë për sot gjeneratat, pra të Po, tash profili i njerëzve janë kur folin për inteligjencën artificiale, shumicës i duket që na ato e bu pak të madhe edhe
që hajtë se këta po afusin çdo komplet. Nuk po gjejna hala mënyrë me që thonë këta lapjan me anglatis se çfarë ndryshimi radikal ka me ndodhur deri në 2030 me inteligencë artificiale. Për shkak se na jetojmë në kapitalizëm, bizneset kanë me qysh me kursy ma shumë pare duke implementu inteligencë artificiale. E dyta, sasia ose magnituda që ka me pas impakt në këtë botën edhe në politikë është qaq e madhe sa që shtetet kanë mushty kush e ka inteligencën artificiale më të sofistikume, më të saktë, po edhe kush ka resurse si energjia për me mujt me majt gjallë inteligjencën. Tash çto dy tabore e bojnë tepër sfiduese për të ardhmen e secilit, jo vetëm një sektori apo një segmenti për ndikimin e inteligjencës artificiale në punën që bojnë. Njëtë ka ndodhur kur para 10 vjetëve unë vendosa me qetë hallakatën. Mu më thëshin njerëz, kush jep pare për Facebook ajo sa një fëmijëve. Ti se kupton marketingin, ti se den reklamën, kjo është procedurë, adën bile kur e kom pas fesnik i spori në podcast ti e ke bu me 500 euro me bu marketing. Se ne i mershim ka 20.000-30.000 reklam me Facebook 500 euro. Po ka ndryshu. Po kupton? Ta që se shkojna 10 vjet mrapa, tash kur i thu dikujt një biznesi duhesh me hin TikTok ose Snapchat se gjërat e reja janë këtë tjera. Ne kena 3 saj të njerëzve që unë e kom bo, e kom da, me përvojën që kam, është audienca e para dhe mas luftës, pra këta që përësisin taksi me Viber, që caktojnë termen për thoj me Viber, me këto. Është audienca para dhe pas pavarësisë Kosovës, këta janë që audienca që ka nisë me përësit online, me lexu online, me lexu portalet online, me komentu, me kriju përmbajtje, për shkak se kanë përjetu pavarësinë. Edhe pavarësia Kosovës është pavarësia më e dokumentuar, se këtë kanë qenë në Facebook, Instagram, edhe e kanë bo, edhe është para dhe pas pandemisë. Pas pandemisë, për shembull, unë e bëj pyetje shpesh, a ka ndonjë vend ku ti porosit buk që kur si kon fizikisht aty? Edhe ti kur të bën pyetje në 20 veta, sot ose 50 veta, gjenerat e reja këtë që ndojnë, po më kom porosit një vend, se di më ka dalë në Instagram, e kom klikuar, kom porosit. Gjenerat e vjetra që më shumë porosit buk dikon ku si konë na. Auden e kështu që çaj shift të na ka ndodhur tepër shpejt, edhe e kena shtrirjen e internetit, përdorimin e internetit. Tash çka është të ndiku kjo në këtë pjesën tjetër është që vendet e punës, të cilat AI ka zëvendësuar, për shembull call centers të na, ka plot që kanë nisur me implementu inteligjencë artificiale. Në shumë shërbime kanë ardhur me votë. Tash ti me përgatit veten për një tanë të panjohur është tepër sfidë e madhe. Për çdo kur po më pyet dikush më thon mëso me pas mendim kritik, pra që kjo është tepër. Sa ti dashta me pyet për prind, të cilët ndoshta i kanë fëmijë tash, po thojmë klasë të parë deri në klasë 8 ose edhe në shkollë të mesme dhe ju jeni vetë prind i asaj moshe. Cila është këshilla për prind, në çfarë drejtime duhet ata mi dërgu fëmijët që e ardhmja për ata me qenë më e sigurt se tash pa lidhje me thonë, po sa vlen më fakulteti në shkollë marketing. Po qëre, se kësha që qanejna, e kësha që ma kështë knej, ku është mja identifiku që ka pasion. Pra, që ka qef, se te din, edhe folim na para se me hiktu, do në kër e ki pasion një pun, të e bënë edhe s'lodhësh edhe knaqësh edhe nuk do këtë që të punua. Do me thonë që është me mbërthy dhe inteligencën artificiale në qata. Tash, ideja është që ti duhesh me pas qëtë mendimin kritik. Do non-stop me ditë, hej, do mësë me pas atë mendësin, valla kon kryu në Sarillakin në se bëj, se kjo nuk është... Amon me nbalës që në harrit neve shko kryu fakultetin ekonomik, hen me punu dhe më shelegojnë. Po dhe... Që kjo konë? Qëre... Hen me punu dhe më shelegojnë. Ermali Sadiku, në podcast tonë, e pa të thonë një tëgë fjallë të mirë kështu. Na, me 40 vjetë i kina mri ondrat e prindve tonë. Edhe me pas banes, kerë, se që kona i golla, nuk ka dasht me shku me mri ma shumë. Tash na kena ambicje, qëllime tjera, për me arrit që do qëllimit dhe ambicje tona, neve duhet edhe njën ato më konë kurios, me pas creative thinking, edhe
mendim critical thinking. Pra, çdo trija, unë besoj që janë DNA-ja e çfarë do të na vjen në të ardhmen ti me pas sukses. Pra, duhesh me pas kontekst, me kuptu problematikën, qëllimin, çka është të ndodh, me kritiku qatë mendimin tën, opcionet që i ki jep, edhe me pas këtë mendim kreativ. Kreativiteti besoj që ka me qenë pjesa kryesore, po e shohim me kampionat botëror, ngjarjet që janë offline, po kanë buj të jashtëzakonshme të madhe, kur më shumë nuk ka pas, sepse nevoja mas Covidit ka lind me përjetu offline-in, edhe për çto e shkruva unë një ditë në Facebook që biznesi do të me financu ngjarje të kategorive të ndryshme që njerëz me mujt me shku me i përjetu. Çaj përjetimi tani krijon mundësi për me e gjetë vetën, me bo shoqni, me nis biznes, me bo ide, po e ojnë keme pas që aty është një folder që... Pasejnë atë e ojë, se këtu kena me përmbyll edhe muhabetin, çka ju ofron shkolla AI për ata që janë të interesum, sa gjatë kursi, sa mundet me qenë i kushtueshëm edhe kur fillon me këto degë, shëtceket që pas kemi të qenë ma i profilizu. Nuk e di kur kam ja fillu, sa po nxena me bo diçka, po çka na të bo tash 8 muaj është që na të bo trajnime individuale për kompani dhe organizata. Për shkak se e mojna një workshop, i këshyrin qka i ki kërkes atë, për shembull te jo mund më konë qysh me bo skema programore, ide, pyetje këto, edhe e këshyrim procedurën e punëve t'juja, edhe qato e kryojna në inteligencë artificiale. Pra, ideja është me optimizu kohën, me shkurtu angazhimin edhe me rrit prodhimin. Tash, për shembull, Albi i pruni 40 brand menaxhera, se brandet e mëdha botërore kanë rregulla, se qysh e ndrejsh vitrinën, qysh e bën marketingun, edhe kanë ndërhar libra, ka 200 faqe, kështu guidelines. Tash normal që nuk kihe sa vullnet dëshirë me lexu 200 faqe, po te trajnon AI-n me çato guidelines, edhe tani e pyeti thuaj, hey, a më jone me bëj çto. Pra e kena shkurtu kohën. Tash kompani publike, organizata ndryshme, edhe e kom testu krejt këto porët e biznesit, shoqënive, parti politike, krejt, edhe e kom pa qatë mesatarën që unë menoj që duhet secili me e ditë, edhe tash i kom setup qashtu, që menoj që ka shtatori fillojmë, për sot që së më vetë, unë po menoj me bo një asit trajnimi, kështu ditor, prej 10 dhe 2, edhe dilema morale që e kam, është a me bo shtrejt, a lirë, edhe po menoj me bo shumë lirë, me bo 50 euro, që me trajnu sa ma shumë njerëz se jena shumë rapa, vëden, e tani qysh më ka ndodhur para 10 vjet me marketing, i kom trajnu 5000 njerëz, për meje janë qelë 20 agjenci tjera, tani ato tjera kështu, që me shti qatë farfarën, se pasha zotin mrapa jena. Po shëqër Valen që kemi njerëz të tëtë që pak i paraprin, qëtu në punëve, qëtu në zhvillimit të teknologjisë, edhe masanej efekti është ma i madh, kështu që për krejt ju kompanit, të cilët dëshirojnë me çfarë do lloj mënyre me shti inteligencën artificiale, me përqafu ose me përteku në sistemin tuaj të punës, se keni Valen Sanhasi, që keni shumë të qasshëm në shkolla AI Valen. Na kemi arë në fund të emisionit, ky podcast nuk ka e ditë që e keni podcast, por në shajrën tjetër polim edhe për këtë konceptet e emisionive, që që kam përzi njerëz podcastin me emision. Tjetër është podcast, tjetër është emisionit, të na e fillon si podcast, në fakt është emision, duhet me ditë mi bo do dallime. E vërtet. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën, mundësinë, edhe unë s'kisha mujt me mri qështu pa njerëz si ju që më jap një hapësirën për me inspiru dikon, me nis diçka me bo. Që puna inspirimit, se të na ideja është edhe me mja undres ditën njerëz, pra na kena qëllimin e saktë se çka dojmë me bo çdo ditë. Kështu s'kam qef fort me fol për komplimente, po që amboni për shtypje Florent Boshnjaku më thanë një ditë. Një njerë thanë, një herë njëtë mja undres ditën, tha është e lema tha çdo ditë. Kështu që secili me punën e vet, edhe me largu çet negativitetin e urrejtjen që po na përtakon çdo ditë. Ka thënë shumë inshallah na kalon, po është fazë. Me njerëz si ti, po besoj që duhet më dhon hapësinë edhe mediat më shumë që me mësu diçka, se nuk është që jena të mësu shumë. E knena bota po zhvillohet më të madhe. Faleminderit edhe një herë për ftesën.